Përshëndetje miqtë e mi dhe ju ndjekës të kanalit Recetat e Mamit. Sot mendova të bëj një ëmbëlsirë shumë fare të thjeshtë dhe me shumë pak përbërës dhe shumë të vjetër në origjinë. Tamë-loriz. Vetë emri tamë-loriz do me thënë që duhet vetëm qumësh dhe oriz dhe pak sheqer. Absolutisht ujë, niseshte, kanellë, të parët tanë, mbaj mend gjyshen time, vetëm me qumësh lope, bile nuk jam erë të asajkën fare. O zotë shia ishte, unë sa do qumështin në fshat e marrë, me thënë të drejtën e zotit, po unë ajkën ja marrë, se shumë i trash është dhe tani i dijen problemet, ma jo i ndyrnat, jo, nuk e di se si për para s'kan qenë këto probleme. Për këtë recetë, unë kam këtu 1 litër qumësht, kam 170 gram oriz dhe 170 sheqer. Në fillim fare, në sobë, unë do vej qumështin është mirë, qumështit e jeti ngrohtë. Sa po qumështit të nxehet mirë, sa po qumështit të nxehet mirë, do të nxej sobën në maksimum, do filloj një qik sa të nxehet, pastaj avash. Pasi qumështit të nxehet mirë, unë do hedh orizin, avash me një lugë duke e përzier. Pasi qumështi u ngroh shumë fare, është tamam do me thënë, se ky i zier është, unë do hedh orizin. Sa po të marri val, do ullë temperaturën. Është 9, do të qojtë 6. Qëtë mi unë këto receta, këto ëmbëlsira ka që të thjeshta, unë i bëj më shumë për personat që agjërojnë, më shumë për muslimanët, për ndjekësit e mi, se janë të thjeshta edhe shumë të shëndetshme edhe që të mbajnë. Jo me shumë sheqer kur, se sheqeri ti e petje për ujë. Ndohem t'i bëj sa më të thjeshta që çdo kush mund t'i bëj në shtëpi, çdo kush ka qumësht, oriz, sheqer. Me radhë, bëj më të thjeshtat e mundshme. Do mundohem të bëj sado që nuk është shumë e lehtë, se unë vazhdoj dhe punën dhe mbas ditë mbaj dhe mbesën, po ja ke shtëpia mbesës po gatuaj. Po dëshira dhe pasioni është shumë i madh. Për t'ju ardhur sa do pak në ndihmë, bëj me shumë dashuri dhe pasion. Sa po të marri val, do ta ull gradacionin e sobës. Pastaj kur i shikoj se është zier orizi goxha, do i hedh sheqerin. Sheqerin e hedh një 10 minuta para se e heq. Nuk është problem fare. Më besoni, nuk ka vetëm 10 minuta, orizi e zier pothuajse plotësisht. Po të thëmë të edhe temperatura ja ku është 5, sa ndima ta unë kam bu grosh. Me besoni është bërë special fare. Po qumshti freskët nuk ka diskutim ajo punë. Tani unë do t'i hedh sheqerin. Edhe du hale edhe ja 5 minuta të tjera. Për sheqerin, pastaj direkt në tasa. Ëmbëlsirë më të thjesht, po më të thjesht nuk ka në botë. Thjesht dhe shishme, dhe të mban. Qa do bësh? Ja, mundohemi, të bëjmë gjëra të thjeshta e të mira. Që dhe që të na mbajni qikë dhe të kenë vlera ushqyse, se sa do qumshti është. Nuk është i domosdoshëm. Në një mënyrë në një tjetër, njeriu duhet ta marrë çdo ditë pa tjetër. Do ta lej dhe vetëm 5 minuta miqtë e mi dhe do ta heq. Ky është tamë-loriz. Prej vërteti, me shumë për shumë pak përbërës. Kjo. Këte i po bëj grosh, miqtë e mi, groshën e kam bë me thënë drejten, se diku e kam atë që kap. Miqtë e mi, ky është tamë-lorizi. Sultjash thoni si të doni ju, po në shkimeri kështu i keme thënë, është tamë-lorizi tradicional i gjysheve tona. Pite dhe i nanave tona, se unë jam goxha në mosh. Ja. Vetëm me 3 përbërës. Orizin unë përdor është një lloj orizi turk, që ta dini, ai zin shumë shpejt. Para sa i përdor unë lej punë 20 minuta gjysore në ujë dhe
është një lloj orizi që unë e përdor dhe për japrak, ja kam treguar miqtë mi dhe herë tjetër. Është fantastik fare. Po as 20 minuta dhe ëmbëlsira është gati ja. Gjithë të mirat ju uroj. Kush agjeron, Allahu ja u pranov dhe agjerim të lehtë. Ju dua fort dhe shumë faleminderit që vazhdoni të ndiqni recetat e mia. Ky është sultashi ëmbëlsira për sot.